Kryeministri i vendit Edi Rama ka parë nga afër ecurinë e punimeve që po kryen në bulevardin Republika në qytetin e Beratit. Projekti nisur prej 2 muajsh për rikonstruksionin e sheshit qendror dhe pedonales së re është vlerësuar nga kreu i qeverisë, ndërsa theksoi se investimi pritet të shërbejë edhe si magnet për thithjen e vizitorëve të huaj. Rama shtoi po ashtu se ky projekt i ofron një mundësi më shumë edhe biznesit të vogël. Gjithë çfarë përfshin ideja bazë mund të realizohet. Edhe lulishtja, edhe 2 anët e munguara që duhet lidhin sheshin me lumin, në mënyrë që të transformohet rrënjësisht kjo pjesë e qytetit dhe të shërbejë si magnet i fortë për të tërhequr më shumë vizitor, edhe për të rritur patjetër edhe konsumin, sidomos duke shtuar shumë mundësi për biznesin vogël. Ky projekt është një investim i përbashkët shqiptar-amerikan me vlerë prej 1.8 milion dollarësh. Më pas, Rama ka zhvilluar dhe një vizitë të palajmëruar edhe në zyrën e hipotekës, në drejtorinë e shëndetit publik, si dhe në disa subjekte private në Berat.